Çfarë ka treguar për shërbimin me qytetarët? A ka pas qytetarë të cilët kanë vuajtur si në çfarë mënyre mungesën e shërbimit apo është larguar apo është afruar ky shërbim? Jo, po ju them një diferencë paktën me sistemin apo mënyrën se si ka funksionuar përpara dhënies së këtij koncesioni në vitin 2016. Përpara në fakt përpara këtij koncesioni ekzistonte një model i decentralizuar, fleksibël dhe madje edhe konkurrues, ku spitalet publike ofronin shërbimin aty ku ishin kapacitetet për të ofruar shërbimin e dializës, dhe aty ku nuk mundej të ofrohej ky shërbim, sigurisht që kontaktoheshin dhe nevojat plotësoheshin nga operatorët privat të licencuar, të kontraktuar dhe të paguar nga fondi sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Garantonte mulimin e shërbimit për gjithë pacientët që kishin nevojë për trajtimin me hemodializë. Çfarë ndryshoi tani me Edi Ramën? Ndërkohë që është evidente që nuk ka ndryshuar nevoja e pacientëve përveç asaj rritjes normale të parashikueshme nga viti në vit, nuk u shpik sot hemodializa dhe nuk u krijua një treg, siç e kam thënë edhe gjatë deklaratës time, një treg i ri për hemodializën. U ndryshua thjesht vetëm modeli duke kaluar nga një sistem i decentralizuar dhe me kontraktim periodik, por edhe me kontroll të vazhdueshëm në një sistem me një kontratë 10 vjeçare krejtësisht të centralizuar dhe të përqendruar në një operator të vetëm. Po lëm pastaj pak jashtë diskutimit mënyra se si u realizua kjo do ta prekim pas pak. Po, do ta prekim pas pak. Po flasim për shërbimin tani. Po, por ajo çfarë është e rëndësishme të kuptojmë është fakti që mbas dhënies së këtij koncesioni vazhdon të qëndrojë problematika e mosmarrjes së shërbimit, të këtij shërbimi jetësor për pacientët në shumicën dërmuese të rasteve nga spitalet publike dhe nga koncesionari. Sot, po kemi parasysh dhe duhet të sjell në vëmendjen tuaj, po të referohemi shifrave të paktën të vitit të lan pas vitit 2025, janë në total 556 pacientë që kanë marrë shërbimin apo që janë trajtuar me dializë. Edhe një herë shifrën, lutem, se nuk u dëgjova shumë mirë. 1556 pacientë kanë marrë gjatë vitit 2025 shërbimin e dializës. Me një rritje nga viti i paraardhës me rreth 4%. Imagjinoni ju që nga këto pacientë koncesionari dhe fusim këtu edhe QSUT kanë mbuluar vetëm 1/3 e pacientëve. Pjesa dërmuese pastaj e këtyre ka marrë trajtim tek spitalet private. Çka të jep të kuptosh edhe po të jep një panoramë. Ka një pse nuk e kanë marrë? Pse 2/3 nuk e kanë marrë këtë shërbim? Ka një shpjegim? Është evidente që në fokusin dhe në vëmendjen e institucioneve shtetërore, pra qeverisë dhe Ministrisë të Shëndetësisë, nuk ka qenë oprimi i shërbimit dhe mbulimi i këtyre shpenzimeve të jashtëzakonshme për pacientët shqiptar, po ka qenë afera korruptive dhe domosdoshmëria për të fituar disa dhjetra, disa qindra miliona euro nëpërmjet i koncesionarit. Pra ka qytetarë, ndjes ju ndërpres, ka qytetarët nga njëra anë kanë paguar dhe paguajnë për hemodializën, sepse tek e fundit është një koncesion dhe dihet planifikohet buxheti i shtetit e tjerë, pra parat e tyre, taksave të tyre, dhe nga ana tjetër, ata që kanë nevojë 2/3 e tyre, që ne e dim shumë mirë dhe kujtojmë dhe për publikun që është një procedurë e cila kryhet një herë në 2 ditë apo ja duhet kryhet në mënyrë të vazhdueshme.